Të kopshme ishin 2 ditët e fundit të javës, ku shumë familje u tronditën me lajme të dhimbshme për aksidente fatale. Brenda 24 orëve në vendin tonë humbën jetën 3 persona si shkak i aksidenteve me fatalitet të ndodhura në trafik. E në orët e hershme të së dielës, një aksident i rënd trafiku ndodhi në Pevlan të Pejës, e që përfundoi me fatalitet. Viktima e këtij rasti është Armir Osmani, një 25 vjeçar nga Mitrovica, e që është edhe djali i biznismenit të njohur të këtij qyteti, Ismet Osmani Curri. Por si ndodhi aksidenti? Sipas informacioneve të para në lidhje me këtë aksident, u raportua se viktima ishte duke vozitur me një shpejtësi të madhe, ku edhe ka humbur kontrollin mbi veturën dhe është rrokullisur duke rënë në fushë, ku më pas vetura është përfshirë nga flakët. Nga detajet e dhëna në lidhje me këtë aksident, u theksua po ashtu se aksidentin e kishte parë një punëtor i ambientit, i cili kishte lajmëruar edhe ekipin e zjarrfiksëve, të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes për të intervenuar, por fatkeqësisht viktima nuk ka arritur të shpëtojë. Çka tha policia për këtë rast? Pasi ndodhi aksidenti, rastin për lajmin net e pati konfirmuar menjëherë policia e Kosovës, ku thanë se rreth orës 2:20 policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në fshatin Pevlan Pej. Dhe në këtë aksident ishte i përfshirë një veturë e cila dyshohet se ishte duke qarkulluar me shpejtësi të madhe në drejtim të Pejës. Policia po ashtu tha se pasi ka arritur në fshatin Pavlan, ka humbur kontrollin mbi automjetin dhe është rrokullisur duke përfunduar në fushë, dhe pastaj vetura është përfshirë nga flakët, së bashku me personin që ishte në veturë. Pas janë marrë informatat për këtë aksident të tmerrshëm, në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë njësitë relevante të policisë, si ekipi i zjarrfiksëve dhe ekipi mjekësor, të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës dhe me urdhër të prokurorit të shtetit, viktima dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion. E nga familja Osmani kanë bërë të ditur se lamtumira e fundit për 25 vjeçarin do të jepet sot. Familjarët njoftuan se Armir Osmani do të varroset sot në fshatin e tij të lindjes në Mitrovicë. Ky nuk ishte rasti vetëm që ndodhi gjatë këtij vikendi, pasi vetëm gjatë 2 ditëve të fundit të kësaj jave që lan pas, ndodhen 3 aksidente e që të 3 ishin me fatalitet, e që sigurisht kjo ngrit edhe shqetësime për sigurinë dhe aksidente të shumta që po ndodhin kohëve të fundit.